Sala e Pallatit të Sportit Arefi Berberi në Pogradec u mbush me buzëqeshje, duartrokitje dhe emocione të veçanta. Mbi 90 voglush morën pjesë në edicionin e tretë të Maratonës së Bebeve, një aktivitet që tashmë është kthyer në një traditë të dashur për qytetin liçenor. Nën organizimin e Bashkisë Pogradec dhe shoqatës Maraton Albania, gara ruajti të gjitha standardet e një sfide të vërtet atletike, ku çdo pjesëmarrës i vogël u pajis me numër gare dhe çip matës. Për organizatorin Leonard Peço, rikthimi në Pogradec ka gjithmonë një domethënie të veçantë. Të rikthesh në Pogradec, pa diskutim, është një ndjenjë e veçantë dhe është një kënaqësi. Është pikërisht ky vend ku ne si shoqat Maraton Albania na u dha mundësia për të bërë një garë internacionale. Dhe rikthehemi në edicionin e 5 dhe krenarisht mund të themi se ja kemi dalë për të kthyer një ëndër në realitet. Sot pikërisht ishte edicioni i tretë i Maratonës së Bebeve, ku na dhanë dhe na dhuruan emocione pafund. Ishte një super sfidë e fëmijëve, sigurisht, por dhe një përgjegjësi nga ana jonë për të gjetur realisht më të mirët. Për hir vërtetës, Maratona e Bebeve ka lindur në Pogradec dhe vazhdon të ruajë traditën po këtu në Pogradec. Ishin rreth 60 fëmijë pjesëmarrës, nga të cilët u lauruan të gjithë me medalje, të gjithë me një numër gare, të improvizuar dhe me çip. Pra ishte një garë e rregullt dhe si pa diskutim, përfituesit e çdo grup moshe kishte edhe kupa të dedikuara. Të gjithë bebet dhe fëmijët pjesëmarrës u shpërblyen me medalje për mundin e tyre, ndërsa më të shpejtët e çdo grup moshe morën edhe kupa dedikuar fidores. Për prindrit, kjo ditë do të mbetet gjatë në memorje. Shumë prej tyre nuk i fshejon emocionet dhe krenarin për trofeun e parë në jetën e voglushve të tyre. Ndihem shumë e lumtur, kjo është fitati e parë dhe i uroj që të jetojë të ketë gjithmonë mbarësi dhe të çdo gjë të mirë. Si duken aktivitetet të tilla? Shumë të bukura. Ndihem shumë mirë, jam shumë e lumtur që të janë fitoj. Është edhe parë që sjellni? Po, është edhe parë që sjell. Si duket si aktivitet? Aktiviteti është shumë i bukur, jashtëzakonisht shumë i bukur. Ndihem shumë e kënaqur që më fitovi nipi tim, Elmenco Gjona. Jam e kënaqur që fitovi kupën për herë të parë. E kënaqur pra fund, pak e revoltuar, nga që nuk ishte nga që ishte fëmijë që doli e para, po gjithsesi me kupë në fund. As kampione. Kampione, drejt kupën. Edhe vitin e shkuar kemi qenë fitues përsëri të vendit të parë, edhe si vit pra sërish fitues. Ndihemi shumë e lumtur, ishte hera e parë që morëm pjesë dhe jemi shumë të kënaqur. Maratona e Bebeve dëshmoi edhe një herë se sporti dhe aktiviteti fizik nuk njohin moshë, duke dhuruar një festë të vërtet familjare në zemër të Pogradecit.